Kjo grua i shpëtoi për mrekulli për plasje së makinave. Isha brenda po rregulloja mallin, po sistimoja. Në atë kohë gjova zhurmë që për plasë makinat, po furgoni po vinte me shpejtësi që poshtë. Dhe në atë kohë doja të hisha. Kur doja të hisha në këteja, më del makina tjetër përballë, u spostova pra makina u hodha vetë, siç e shikoni malli është i gjithë mërdhe. Kaq, jam e shokëtur për vete, nuk jam rregull për veten time me atë. Një tjetër aksident rrugor ndodhi në autostradën Levant-Tepelen. Drejtuesit e mjeteve u plagosën dhe u shkatërrua një kiosk me produkte bujqësore. Ngjarja ndodhi në kryqëzimin e autostradës me rrugën e fshatit Sheq Musalalaj. Një furgon mallrash tentoi të kalojë përmes autostradës për të dalë në anën tjetër. Aty u godit nga autovetura sportive e cila ishte me shpejtësi. Tu dihet, është 60 kilometra është kalimi, ai ikë me 120. 2 javë më parë, një 35 vjeçare dhe djali i saj 18 muajsh humbën jetën në një aksident pak metra larg këtij kryqëzimi. Zona problematike e autostradës ndodhet mes fshatrave të komunave Frakull dhe Cakran, aty ku bëhet lidhja e rrugëve rurale me aksin kryesor. Në anë të saj, 10 fermerë tregtojnë pa marrë parasysh rrezikun për jetën.